Nata e vitit të ri është më shumë se një fest, është momenti kur duam të shkëlqejmë për pa e humbur veten. Të dukemi elegante, të freskëta, të pastërta dhe mbi të gjitha, të sigurta në lëkurën tonë. Po çfarë make-upi është në trend këtë vit? Apo dominojnë looket glam? Apo stili clean girl i thjesht dhe natyral? Si të arrim një make-up të bukur, profesional dhe të pastërt, që duket po aq mirë në realitet sa edhe në foto? Për përgjigjet më të sakta, truket më interesante dhe trendet që po kërkojnë më së shumti këtë sezon festiv, sot jemi në një nga make-up artistet më të kërkuara të momentit, e njohur për stilin e saj të pastërt, elegant dhe jashtëzakonisht të rafinuar. Së bashku do zbulojmë se si duhet të dukemi këtë natë magjike dhe si të hymë në vitin e ri me shkëlqim për pa teprim. Gjeda, jemi në prag të vitit të ri. Cilat janë trendet që më së shumti kërkohen gjatë kësaj sezone? Vajzat duan të dalin, të argëtohen, ndrimi i moteve është një natë që të gjithë menzije presin. Çka kërkohet më së shumti në këtë periudhë? Më së shumti në këtë periudhë dominon më shumë grimi elegant, pak me xixa, gjithashtu edhe më shumë me xixa syt, buzë ma let, ose buzët e kuqe, syt ma let, ose syt ma theksum. Po çfarë ndallon nga grimi i ndrimit të moteve apo i natës së vitit të ri nga një grim natyral apo të themi i përditësuar ku ne ndoshta edhe në evente të thjeshta dëshirojmë që të dukemi perfekt? Në varet prej preferencave të klienteve, po zakonisht unë që u kisha sugjeru, grim pak më natyral, po me pak shumë shkëlqim tek syt ose me një bazë të ftyrës ma me shkëlqim, ma glowy. Ajo është një ndër prej preferencave të mia, që ja u sugjeroj krejtve dhe ju shkon krejtve. Kur jemi te preferencat e tua, Gjeda njihet dhe shquhet si ajo make-up artistja me grimin më të pastërt në vend. Si arrin që ta mbajsh këtë titull të kësaj kurore, ajo vajza që e bën grimin më të pastër, sa është e vështirë dhe sa është e rëndësishme që në një grim në fund të ditës të del i perfeksionuar, po me ato finesat aq të pastërta. Tashti krejt në varet si që ceka edhe prej preferencave të klientit, po në përgjithësi unë i kam edhe klientët që dojnë mu ly ashtu ma pak, ma natyral, po gjithashtu është shumë e lehtë për të bë, po unë zakonisht dua që make-upi të del në pah, me pastërtin ndoshta. Po. Jemi duke ja përgatitur fytyrën kësaj modele së bukur, cilat janë elementet kyçe gjatë përgatitjes së lëkurës dhe çfarë nuk duhet ta na shkalohet që make-up nuk të mos të përdoret shumë fendatin ashtu siç din ti dhe lëkura në fund të jetë shumë e pastërt dhe mos të bëhet keki, ai problemi kryesor i femrave. Tash, fillimisht është shumë e rëndësishme baza, primerit të cilën duhet me vendos në fytyrë. Gjithashtu, pas gjithë këtyre seneve që i vendosim, është shumë e rëndësishme edhe hidratimi i lëkurës. Ko të vendosim edhe bazën, përderisa nuk e kena hidratu me një krem. Çfarë do lloj kreme, duhet me hidratu fytyrën. Çfarë do lloj qoftë edhe produkte cilësore nëse i përdorim, nëse nuk e kemi bazën e mirë para aplikimit të fondatinës, atëre është e kot gjithçka. Asgjë nuk kemi bë atëre. A cilat janë gabimet më të shpeshta që i bëjmë ne femrat? Përdorimi shumë pudrës së langshme, unë nuk e kisha preferu, edhe si që ceka shumë e anashkalojnë atë hidratimin e lëkurës, nuk e hidratojnë atë që mjaftueshëm, përdorin primera, po të cilat thjesht e bojnë ma mat, e thajnë fytyrën qashtu, nga ana tjetër nuk e kemi hidratu edhe nuk del ashtu pastër, del ma keki, me ma shumë pudër edhe nuk është. Nuk dukemi natyrale. Përmendet edhe produkte cilësore, siç e kuptova, nuk ka rëndësi sa cilësore janë nëse nuk e përgatisim mirë. Mundemi edhe me një krem të thjeshtë, vetëm ta kemi fytyrën të hidratuar, mjafton dhe të dim hapat adekuat realisht për ta përgatitur fytyrën para make-upit.
Po, atëherë është e kot nëse i kemi produkte cilësore, përderisa ne nuk dim se si t'i vendosim ata. Mundemi edhe me produkte shumë më të lira me punu, po me dal make-upi perfekt. S'do me thonë që i ke produktet origjinale, kualitative, të shtrejta, përderisa ne nuk kemi ditë me vendos. Produkte origjinale, kualitative të shtrejta, tani do të marrësh një pëlqyeshmëri shumë nga vajzat e cilat me buxhet janë pak me vajzat e reja, të cilat duan të duken bukur, po që ndoshta janë studente dhe dëshirojnë edhe pak të harxojnë në daljet e tyre. A mund të arrihet një make-up i mirë edhe me make-up me buxhet më të kufizuar? Po, qysh e ceka ma përpara, vetëm duhet me ditë se qysh me i apliku produktet edhe del make-upi perfekt. Gjitha ajo që na bën shumë përshtypje janë ca mesazhe të cilat i merr në Instagram ku vajzat të shkruajnë se make-upi i tyre ka ndetur më shumë se 12 orë, 15 orë dhe nuk ka lëvizur fare. Cila është ajo teknika apo fshehtësia yte që një make-up tu qëndron edhe deri në 15 orë, që nga orët e para të mëngjesit deri në orët e nesërme të mëngjesit dhe as pak mos të lëviz, sepse shumë njerëz e kanë këtë problem, sidomos ata që rregullohen vetë pas 2 orëve apo 3 orëve, gjithçka ndryshon në fytyrën e tyre. Atëherë është shumë e rëndësishme që ceka edhe baza, po gjithashtu edhe produkte që i vendosim në fytyrë, nuk do me thënë që kemi me vendos shumë produkt, shumë fondatin edhe me ndejt ma gjatë, jo. Mos të vendosim shumë fondatin, sepse e nxjerr fytyra vet jashtë, edhe nuk doket mirë, edhe nuk qëndron shumë gjatë. Do me thënë, çdo produkt që e përdorim në fytyrë, duhet me u vendos në sasi të limitume sa më pak, aq ma mirë, aq ma pastër edhe ka ma shumë qëndrueshmëri në fytyrë. Apo luajnë tani rol këto Instagrami, TikToku, trendet globale edhe në kërkesat e klientëve, edhe në mënyrën se si ata e parashohin veten në mbrëmje të ndryshme? Përgjithsi, tek vajzat e reja, po, shumë lun rol, dojnë mu lysi pas trendeve të TikTokit ose të Instagramit, po ato që jam më në mosh, jo, nuk është që i përcjellin shumë edhe nuk i din shumë e shumë. Ata e dojnë thjeshtësinë. Thjeshtësinë, po, sa ma thjesht, aq ma mirë, ndërsa vajzat e reja, po, i din edhe shumë mirë edhe produktet, edhe trendet, edhe krejt. A ka ndonjë trend që është bë në fakt edhe shumë i përshtatshëm për juve si make-up artiste fal rrjeteve sociale? Ndoshta ky trendi clean glam make-up. Pikërisht edhe stili i Gjeidës. Po, edhe mu ka përshtat mu edhe shumë ma mirë edhe po më pëlqen shumë që më përgjithsi klientët që vinë, po dojnë ashtu shumë pak mu lynë koft edhe nusa, ose edhe për thjesht, shumë po më pëlqen që po lyhen shumë pak, do më thonë tiparet e veta natyrale, po vetëm mu theksu, po më pëlqen shumë, mos me dal prej vetës shumë. Më thuaj, a luajnë rol edhe dritat? Neve zakonisht në ndikim të dritave dukemi ndryshe, pastaj make-upi kur nuk jemi afër dritave kemi komplet ndryshe. Si ata që bëjmë ngati në shtëpi, sidomos tani, çfarë ju kishe sugjeru si ta bëjnë make-upin që mos të dëshprohen pastaj kur të dalin në realitet? Po, zakonisht, po. Fotot në Blitz dalin shumë keq, sidomos pjesa e concealer këtu ndërsy, edhe pudrës së bardhë ose concealer shumë të bardhë, nuk ja u kisha sugjeru askujt me përdor aq të bardhë, duhet një nuancë pak më e bardhë se fytyra, po jo shumë i bardhë se në drita del kompletësisht tjetër edhe duket shumë keq ashtu. Më thuaj, make-upi natural apo ai ma dramatik? Çka kërkohet më shumë nga të rejat, sidomos tani në fund të vitit, për tablo, për dasma, për gjithçka? Çfarë ka hyrë në modë nga këto trende sociale? Si që ceka edhe ma herët më së shumë t'i grimi më natural, më i pastërt, po kemi edhe prej aty në klienteve që lypin më dramatik, me më shumë xixa, me më shumë ngjyra, po në përgjithësi po e kërkojnë grimin më natural, më pastër, më glowy, ajo kërkohet më shumë.
Gjitha ti këtë punë e bën me mbi 10 vite dhe je tani dëshmitare e shumë trendeve të ndryshme, tranzicioneve të ndryshme, koha e konturimeve, koha e clean girl makeup, strawberry makeup e gjitha këto trendet me radhë. Sa ka ndryshuar kërkesat e klientëve brenda viteve? Ka ndryshu shumë. Shumë ka ndryshu. Prap po më vjen me i cek fjalët e njëjta, po tash unë sidomos konturimin nuk e përdore pothuajse hiç, ka kohë që nuk e përdore, po ka prej atyre klientëve që edhe kërkojnë. Ma bronzi mu dok, tash është ai looku ma blush, me pas pak ma shumë, highlight, po ka edhe prej atyre klientëve që nuk e dojnë atë pjesë, e dojnë ashtu ma bronzi mu dok. Ndoshta janë mësuar ashtu me tipare. Po edhe nuk është që nvarën shumë prej trendave, prej kohës, e dojnë atë stilin e vet, prej kur ja ka nisë mu ly, edhe dojnë me mbejt, po, pa tjetër. Çka do sugjeroje 3 këshilla vajzave që duan vetë të bëhen gati në shtëpi për vitin e ri? Baza le tjetë vendosur në mënyrën e duhur, syt apo bust njëra duhet tjetë në pa, dhe ashtu po, dhe gjithsesi vajzat e reja janë të bukura vetë. 3 gjëra të cilat duhet vajzat patjetër t'i kenë në çantë si must haves për na nxjerr nga situata natën e vitit të ri, jo vetëm natën e vitit të ri, po në çdo rast kur dalim, po 3 gjëra për make-up normalisht. Më përgjithësi tash vajzat e reja vetë se e kanë ka një lip combo aty në çantë. Kështu që ose naj loose powder ashtu me vete, ose naj fixing spray, po gjithsesi më së shumti është ajo lip combo, një laps i buzëve dhe një gloss ose lip matte. Gjeda dua të të pyes se si mund një grua të ndihet më elegante, më e fortë përmes make-upit. Sa ndikon make-upi mirë edhe në psikologjinë e një gruaje, në paraqitjen e saj, edhe në vetë qëndrimin e saj, sidomos kur ka ndonjë rast shumë special. Po zakonisht këtë e kam has tek nuset, se më së shumti nuset e kanë atë frikën se a do të duket mirë, apo si do të duket a ditë, a do të më qëndroj make-upi, po është shumë e rëndësishme edhe si e pret klientin, si e bën mundi klientin, edhe prej aty fillon edhe gjithë shka fillon aty, se si ndihet ajo pikërisht prej make-upit, flokëve edhe më tutje tani edhe dita kam i shku asaj mirë, kur do këtë edhe mirë. Është shumë e rëndësishme se a do t'i pëlqej make-upi apo jo klientit që për mi shku dita sa ma mirë. Me pas atë vetbesimin në mbi nivel, si që thuhet, kur ke vetbesim gjithçka mund të arrihet. Dhe çfarë mesazhi do t'i japish gjithëve për ta pritur vitin e ri duke u ndier me lëkurë të bukur edhe normalisht duke qenë vetvetja njëkohësisht? Atëherë ndonjëherë thjeshtësia e jep atë bukurinë. Është shumë mirë mos me dal prej vetës, me qëndru në vijat e tona natyrale të bukura që i kemi. Faleminderit Gjeda, unë tani do të lej që ta mbarosh këtë vajzë të bukur dhe me nxitje po presim se ta shohim si do del në fund edhe grimi edhe flokët finale. Do e marrim edhe mersim pak në pyetje padyshim për të parë flokët se si do i bëjmë për natën e vitit të ri, po me nxitje presim ta shohim fundin. Patjetër, faleminderit shumë. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both knew we can't go without it. She told me you'll never be alone. I can feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you, but
Merci vajza, pa modelja I ka edhe flokët gati. Çka bëm sot për ndrimin e motëve, pra që ty japim edhe sugjerime shikuesve se çka ju sugjeroni se si duhet të duket një vajzë për ndrimin e motëve. E shohim një flok shumë natyral, shumë të bukur. Cila është shehësia? Atëherë, pasi që kemi një grym tepër natyral, atëherë edhe flokët I bëjmë më natyral, drejta të lëshume, drejt. Kohëve të fundit e shohim se në trend janë gjërat më natyrale, si pajtohesh me këto I ke kërkesat më të shumta kohëve të fundit? Po, vazhdimisht shumicën e klientave të ne janë që kërkojnë më natyral, më thjesht, edhe mos harrojmë më pastër. Më mirë, më pastër, shiqir që ka kalu koha e ekstremitetit, edhe Këtë vajzën, modelin e shohim, unë I drejtohem me vajzën, kërkoj ndjesë, këtë bukuroshe në shohim e ka flokët edhe të saja natyrale. Më duke se nuk I shkon edhe diçka të teprohet, sepse gjithmonë ajo natyralja del edhe më e bukur. Po, mvaret edhe prej moshës edhe prej eventit, po më shumë kërkohet më natyral. Në këtë rast. Atëherë, mersi me padurim, po presim edhe rezultatin final, ta shohim vajzën se si do del. Ju faleminderit shumë për këtë intervistë të bukur, jam e bindur se këto informacione, këto këshilla tuaja do ju hyjnë në rrugë sot vajzave të reja dhe të gjithë atyre që dalin të festojnë dhe të kremtojnë ndrimin e motëve. Keni bërë një punë spektakolare, kjo modelja duket në mënyrën jashtëzakonisht shumë të bukur, pastër, flokët e krehura, të lëshuara dhe çka është më e rëndësishme, as ti as gjeta nuk e keni bërë që të dal nga vetja. Faleminderit shumë për mundin, faleminderit shumë për këshillat dhe ju jemi gjithmonë mirënjohës. Faleminderit edhe juve. Në fund, make-upi nuk është vetëm ngjyra apo teknik, është mënyra si ndihesh kur shikohesh në pasqyrë. Është vetbesimi që merr me vete kur del nga shtëpia për të përshëndetur një vit të ri. Qoftë një luk I pastërt, natyral apo një make-up festiv me shkëlqim, më e rëndësishmja është të ndihemi vetvetja dhe e bukur në mënyrën tënde. Me këto këshilla profesionale dhe trendet më aktuale të këtij sezoni, mbetet vetëm një gjë: ta presim vitin e ri me stil, elegancë dhe buzëqeshje. Sepse bukuria më e bukur është ajo që reflekton nga brenda.